Prokuroria e Vlorës ka lëshuar masën e arrestit për një avokat në qytetin Bregdetar, i cili sipas prokurorisë ka përvetësuar 20 milion lek nëpërmjet mashtrimit. Prokuroria, pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm në Vlorë, kërkoi arrestimin e shtetasit DM me profesion avokat pranë dhomës së avokatisë për vepra penale, mashtrime pasoja të rënda, falsifikimi i dokumenteve, si dhe pastrim i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale parashikuar nga nenet 143, 186, 287 të kodit penal. Në kuadër të hetimeve të nisura mbi këtë procedim penal që mban datën 24 nëntor 2024, mbi bazën edhe të kallëzimit me shkrim të dy shtetasve SS dhe BE dhe tërësia e veprimeve hetimore të kryera, por edhe provave të administruara në kuadër të procedimit penal, rezultoi se ekziston dyshimi i arsyeshëm i bazuar edhe në prova se shtetasi DM ka përvetësuar pasurinë e viktimave të veprës penale SS dhe BE me vlerë 20 milion lek të reja, duke përdorur gënjeshtrën dhe duke shpërdoruar besimin e këtyre personave me qëllim për të përfituar padrejtisht vlerën monetare dhe duke konsumuar elementet e veprës penale, mashtrime pasoja të rënda dhe më shumë se një herë parashikuar nga kodi penal. Gjithashtu, duke marrë në konsiderat edhe lëvizjet e kryera në llogaritë bankare, ku menjëherë pas kalimit të shumës së parave në llogarinë bankare nga përmbaruesi, personi në hetim ka kaluar një pjesë të konsiderueshme të tyre mbi llogarinë e shtetasit EA me përshkrimin kës për blerja apartamenti, ku ka të dhënat të mjaftueshme për të dyshuar se personi në hetim ka konsumuar dhe elementet e veprës penale të parashikuara nga neni 287 i kodit penal. Sa më sipër, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm në Vlorë në datën 4 nëntor 2025 ishte drejtuar gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm në Vlorë me kërkesën caktimin e masës së sigurisë arrest me burg për avokatin me inicialet DM, ndërsa gjykata e shkallës së parë në Vlorë, pasi ka hetuar edhe dosjen penale, ka marrë edhe vendimin i cili mban datën 5 nëntor 2025, ku pas hetimeve ka vendosur që të lehtësoj masën e sigurisë dhe t'i japë për avokatin masën e sigurisë arrest në shtëpi, parashikuar nga neni 237 i kodit të procedurës penale, masë e cila është ekzekutuar këtë të njëjtë.